në është vrarë në burgun në një burg grek, Kordialos, në Greqi, është vrarë i Jani Aliaj, njeri shumë i njohur, më thonë mua, nga bota e krimit. Kështu që ne do të kalojmë pak minuta me Jani Aliajn, a i seshme, që është vrarë në burgun e Kordialos në Greqi, thashë, dhe zonja Lala, ku shështja, ti e ke përmendur disa herë këtu me sa më kujtohet mua, mi po duke përmendur shumë nga këta, unë edhe si regjistoj do nuk mbaj do të mend të gjithë. Po Jani Alia i quhet ky, dhe çfarë kemi mësuar për këtë ngjarje, tregon popullatës ti ç'është ky njeri që e vrasin brenda në burg. Se jashtë këta vriten si... Tani zoti Rakipi, kryesisht raportimi do të bazohet vetëm tek të dhënat e marrën mediat greke, sepse deri tani autoritetet shqiptare nuk kanë bashkëpunuar zyrtarisht me autoritetet greke në lidhje me këtë ngjarje. Ngjarja ka ndodhur në burgun e Korridalos në Greqi, është një nga burgjet më famkeqe dhe që kanë vuajtur dënime të dënuar shqiptar, por edhe të dënuar greka apo kombësi të tjera të cilët kanë kryer krime shumë të rënda penale që nga vrasje, organizata kriminale, trafiku i drogës e tjerë me radhë. Në mesin e tyre është edhe Jani Aliaj. Jani Aliaj është nga Tepelena, është një personazh shumë i njohur dhe që në fakt emri i tij u bë i njohur për autoritetet shqiptare, por edhe për opinionin publik në vitin 2016, pasi në datën 1 maj të vitit 2016, pra 10 vite më parë, Jani Aliaj, sipas autoriteteve shqiptare, organizoi dhe realizoi në një lokal në Tiranë vrasjen e Elton Qiqos, një tjetër personazhi shumë të njohur të botës së krimit. Pas asaj ngjarje Jani Aliaj u largua nga Shqipëria, autoritetet në kuadër të hetimit të kryer, por edhe të ngjarjeve që kishin pasuar më pas, sepse duhet kemi parasysh që pas vrasjes së Elton Qiqos pati një mori vrasjesh të tjera që lidheshin pikërisht me përplasje mes dy grupimeve kriminale. Autoritetet arritën të arrestonin bashkëpunëtorin e Jani Aliaj dhe ta dënonin atë për moskallëzim krimi në Tiranë, pra nga gjykata e Tiranës dhe më pas nga gjykata e apelit të Tiranës dhe sot po vuan dënimin, ndërkohë që Jani Aliaj u dënua me burgim të përjetshëm në mungesë. Në vitin 2024, diku në fund të dhjetorit të këtij viti, ai u arrestua në shtetin grek me një identitet të rreme, po ashtu me një pamje tërësisht të ndryshuar, pra ndryshe nga Jani Aliaj që njihin autoritetet shqiptare, por edhe ishte në sistemet e policisë apo të Interpolit, pra një person pa flok rreth të 45-ave në kohën që u shpall në kërkim. Në fakt ai kishte arritur të kishte shumë flok, pra kishte ndryshuar tërësisht pamjen dhe la të habitur autoritetet jo vetëm greke, por edhe autoritetet shqiptare me pamjen e tij të re. Duhet theksuar se Jani Aliaj ishte në proces ekstradimi në drejtim të Shqipërisë, por për sa kohë që ai kishte probleme edhe me drejtsinë greke, sepse në vitin 2006 dyshohet se kishte kryer një vrasje në shtetin grek dhe më pas kishte arritur të arratise nga burgu i Korfuzit dhe me sa duket hesapet e pambyllura me drejtsinë greke kishin bërë që të vonohej dhe ekstradimi në drejtim të Shqipërisë. Mendoj që gjatë kohës, pra nga momenti i arratisjes nga burgu i Korfuzit dhe deri në momentin që u arrestua nga ana autoriteteve greke, dyshohet që kishte bërë 2 herë të paktën atentatet, kishte mbetur i plagosur, kishte patur, sikur se thash, një seri ngjarjesh në përplasje mes dy grupimeve që ishin me bazë nga qyteti i Tepelenës, që në fakt, me sa duket, e kanë të gjithë zanafillën tek përplasjet e grupeve kriminale në trafikun e drogës dhe në atë kohë, pra një vit përpara se sa të vritej Elton Qiqo, prindrit e tij u dhënuan në mënyrë barbare nga persona të cilët disa prej cilëve u identifikuan, të tjerë dhe jo, e ndoshta Elton Qiqo pikërisht këtu pati edhe përplasjet më të mëdha me grupimet kriminale. Lidhur me autorin e dyshuar të ngjarjes, pra atë që ka kryer vrasjen ditën e sotme në sektorin numër 3 në burgun famkeq të Korridalos, sipas autoriteteve greke bëhet fjalë po ashtu për një tjetër të dënuar për vrasje, i cili vetëm një vit më parë ka ekzekutuar një tjetër shqiptar brenda një tjetër burgu të sigurisë së lartë. Bëhet fjalë për Artur Bashimin, i cili po ashtu është vrarë në një burg në Greqi, sikurse thash nga i njëjti person që ditën e sotme ka vrarë edhe Jani Aliajn. Për këtë arsye, duke qenë se bëhet fjalë për një eksponent me prirje të theksuara për vrasje dhe dyshohet për vrasje me pagesë, autoritetet greke, por besoj dhe autoritetet shqiptare që tashmë do të informohen zyrtarisht, kanë dyshime të forta se vrasja e Jani Aliajt mund të jetë urdhëruar nga grupime kriminale jashtë burgut. A janë grupet greke që kanë urdhëruar këtë vrasje apo grupimet kriminale shqiptare me cilat ai ishte në përplasje?
këtë pjesë mbetet ta sqarojë hetimi i autoriteteve. Jani Aliaj pra një vrasës me pagesë i dënuar sa thamë përjetësisht. Tani, Jani Aliaj nuk është dënuar, nuk është vrasë, nuk njëhet si vrasë me pagesë. Njëhet si vrasës personazh marrës ka kryer disa vrasje, po. Atëherë, për ta sqaruar. Ai që e ka vrarë. Jani Aliaj nuk vepronte me pagesë, por vepronte për shkak të hakmarrjeve, ndjes se nga që jam në lidhje dhe nuk e kuptova qartë, por Jani Aliaj nuk dyshohet për vrasje me pagesë, ai kryente vrasje për motive hakmarrje ose për shkak të përplasjes që kishte me eksponentë të tjerë të botës së krimit, sikurse ishte edhe rasti i Elton Qiqos. Ndërkohë, autori i dyshuar, pra personi që ka kryer vrasjen e Jani Aliaj, që është shtetas grek, ai po dyshohet sipas autoriteteve dhe raportimeve të mediave greke që ishte një vrasës me pagesë për shkak se një vit më parë kishte ekzekutuar po brenda burgut një shqiptar i cili është nga Gjirokastra dhe vuante një dënim për vepra të ndryshme penale në shtetin grek dhe në burgjet greke. Megjithatë, ajo çfarë mbetet e paqartë ka të bëjë pikërisht me këtë. A u ekzekutua Jani Aliaj me porosi të grupeve kriminale shqiptare apo me porosi të grupeve kriminale greke? Këtë mbetet ta sqarojë hetimi, sepse hetuesi deri më tani, sipas raportimeve të para, kanë dyshime të forta që porosia për vrasjen e Jani Aliajt është marrë nga jashtë burgut. Po? Jo, unë do jep Klodi paka shumë e bëri të plota të tregoj ngjarjen të plot, po tregoj një dy gjëra që kam unë më tepër se është tentativa e dytë për ta vrarë. Është goditur me thik të bërë në mënyrë artizanale brenda burgjeve që bëna do të burgosurit në qafë 2 herë, rreth orës 4 të pasdites së sotme. Dhe disa muaj më parë, autori, ky vrasë që e cilësojmë vrasës me pagesë, greku, bashkë me një 10 arab, e ka pushtuar komplet kraun e burgut, apo ato qelit e burgut të katit ku ndodhe ky për ta vrarë, 2 muaj më përpara. Pra ka pushtuar, se tu është forcërisht gjithë katin ku ky ishte, ka kërkuar në qelin e tij dhe në qelit e tjera, por nuk e ka gjetur dhe nuk e ka realizuar dot në atë periudhë, para 2 muajsh vrasjen. Tregohet që interesi apo pagesa ka qenë goxha e madhe për ta eliminuar. Një histori e tillë hakmarrje kam përshtypjen e tillë do të ishte edhe përfundimi, për shkak se historia mes të dyve, pasi ne flasim për historinë që është zhvilluar në Shqipëri mes Jani Aliajt dhe Elton Qiqos, historia ka filluar shumë herët mes tyre ku ndoshta në fillim të viteve 2000 apo në fund të viteve 90, Jani Aliaj vret shokun e ngushtë të Elton Qiqos dhe prej asaj periudhe konflikti mes të dyve ka qenë shumë i hapur.